Nga 22 korriku këtij viti në qendrën tregtare Abiqershia në Prizren hapet restoranti më ekskluziv deri më tani në Kosovë, Amalfitana, restoranti specializuar me ushqime të veçanta e me përgatitje të menyve shumë të veçantë dhe çmime jo të shtrejta. Do ta mrekullojnë secilin klient. Përgatitja e veçantë të këtij restoranti janë tipike me përgatitje para syve të klientëve. Lidhur me këtë restorant, flet pronari i restorantit Zotëri Nuredin Kokollari, pasi ka pasur suksese briljante në Gjermani pikërisht me këto përgatitje. Tash më tha se vendosa ta ndihmoj edhe vetë Kosovën, sepse mjaft i kemi ndihmuar Evropën dhe parë se nevoja për restorante të këtilla është edhe në Kosovë. Besoj se pos këtij restoranti të hapi edhe në pika të tjera. Këtu në Abiqershia gjeta përkrahjen dhe sonte po e hapim këtë restorant duke shpresuar se do të ndihmoj punësimin e të rinjëve tanë. E janë dhe do të bindeni në kualitetin e menys ton, porositi ai. Po, mbas shumë viteve në Gjermani, vendosa me ardhë këtu, vendosa me investu këtu, vendosa me hap vendet punës këtu, edhe qitë zanat që e kam une, me ardhë këtu. Edhe me vazhduhe këtu. Atje i kam restorant italian, po ashtu edhe këtu vendosa me bë të njëjtën. Edhe mu dhoni shans këtu në Abiqershi me bë. Edhe mbas disa mujve tashti, punë që pata këtu, vendosa erdhë puna që me qelë. Në fakt, cili është synimi yt këtu në Kosovë pas punës së suksesshme që keni pasur në Gjermani? Synimi im është që me qenë këtu, me punu, me vazhdu këtu, edhe jo vetëm me një, po besoj që edhe me një, 2 apo 3 tjerë restorana, mendoj gastronomi, edhe investimin mi bon vetëm këtu. Që kjo është synimi im kryesor. Keni mesazh për qytetarët edhe për ata që ose si bashkëpunëtorët e tuaj ose si njerëzit si ti që janë në Gjermani? Natyrisht i kam, mendoj që si cili duhet me ardhë edhe me investu këtu, edhe me qu shtetin për para, edhe me qenë këtu, se mjaft jena duke pagu atje për Gjermani, për Zvicër, për gjithë, atje jena t'u lanë gjitha, e mas mirë është me ardhë këtu, edhe me qu për para. Faleminderit shumë. Ne biseduam edhe me kuzhinierin Ibrahim Memaj, ekspert i kuzhinës, i cili me këtë rast para neve tregoi se ky restorant ekskluziv dhe i pari në Kosovë para klientëve gatua në formë të veçantë me burgë parmeziane të stazhuar 24 muaj, ku në këtë bukë përgatitjet të njufkat me salcë tartufi të zi, kurse në pica dhe ushqime tjera këtu nuk përdoret kaçkavalli, por djathi i njohur në botë mozzarella. Mendojmë që jemi për të parëve që përgatisim pastat në bukën e parmezanit, e cila ka ardhur nga Italia, ku këtu përgatitet pranë klientit, edhe cila shërbehet me salcën e preferencës së klientit. Po, është bukë parmezani, djath parmezan, i cili është i stazhionuar 24 muaj, ka një shije unike, kategorizohet që është një prej djathnave më të mirë të botës edhe më i shiturin në botë. Po është përdoret kryesisht për pasta, kurse këtu përgatitet pranë klientit edhe flambe. Flambiratet me alkool, alkooli evaporon, shija mbetet, ku kemi rastin të prezentoj që përdorim edhe tartuf kërpurdh të egur malit, e cila vjen prej regionit Piemontit, Francës dhe Italisë. Është një produkt shumë i shtrejt, por shumë interesant me provu një herë në jetë. Ja vlen me provuar, të paktën. Tartufat në Prizren rrallë kush i përdor, se janë shumë të kushtueshëm, kurse këtu kanë mundësinë klientë e jonë me provu, me testu edhe me shiku apo ja pranon shijen apo jo. Është një prej këpurdhave më të shtrenjta në botë. Do të është për momentin përdorim tartuf të zi, presim me përdorë edhe tartuf të bardhë, cilat janë 2 lloje, tartuf i zi dhe tartuf i bardhë. Besoj që është premiere në Prizren, nuk e di që e ka bërë në restorant tjetër së afërmi apo në një të kaluar të afërt që përgatit pasta në bukë parmezani pranë klientit. Këtu në Kaza Amalfi, kjo ka me qenë një prej specialiteteve, tani vetëm një tregon që është kuzhinë regionale italiane, e cila vjen prej regionit Amalfit, ka me pas prej çdo regioni diçka, kryesisht prej ushqimeve detit,
po ashtu edhe nga stekat, mishrat që kanë me qenë prezentuar, të cilat bota i nje. Që njifen edhe tek ne si bifteku, tarageti, rumsteki, tani do të ketë saltimbocca, do të ketë pikata milaneze, ka disa specialitetet cilat i përkasin regionit Amalfit. Do të përdoret parmezani, do të përdoret mozzarella, këtu pica do bëhen me mozzarella, nuk do bëhen me kaçkavall. Do të është një prej rishjive, cilën vetë pronari insiston që tjetë pica me originalitetin e vetë me mozzarella. Pra ky lokal ofron mrekulli, por jo çmime të larta, por me çmime të kapshme për secilin qytetar që don të drekoj apo darkoj në një restorant të njohur me kuzhinë regionale italiane, më të njohur në botë si kuzhina e Anvitanës. Look my way, I've been patient. Found you here, it's no accident. Subtle cues follow you where you're going. Don't be wasting my time, I won't be chasing. Call my name, no stranger to know your face. I'll play your games, darling. You damn me through the dark. I'm daring you to call my name. Why you here? What's your reason?